Gjithmonë kështu ke për ta pasur. Në qoftë se nuk vendose kritere që në parti, që aty fillon zanafilla. Pastaj për pjesën tjetër, duket hapur janë në pazar. Janë në pazar, është 11 majit, pazari vazhdon dhe sot që po flasim, edhe me zgjedhjet pjesore. Sepse edhe pjesë e pazarit është gjithë kjo zallamahi që po bëhet. Kështu që unë nuk besoj që do ndryshojë ndonjë gjë, nëse jam me atë të Adriatikut që thotë që më fal si po drejtohem si Adriatik, jam me atë që do vi një moment do shpërthej, situata është shumë e degraduar, janë bërë qytetet po bëhen pajetueshme. Tani kur themi ne për Vlorën që po bëhet i pajetueshëm, një qytet që ka një ekonomi le të themi deri diku, po qytetet e tjera, po Lushnja, po Fieri, po Mallakastra, po Gjirokastra, kështu që do vi një moment që do shpërthej dhe duhet shpërthej, duhet shpërthej se nuk mund të vazhdojë kështu, është e pamundur. Andrea, sa kryetarë në shuat ju për një muaj 3 mos gapo, 3 kryetarë. Për një muaj. 3. Edhe po kërkon. Dëgjoj, nëse kryetarët janë larguar, kemi pas ne meritën. Sepse neve 2 vjet i kemi nxjerrë të zitë e ullirit kur i thonë atij kryetarit, ja kemi rrezuar projekt vendimet, po është dhe pjesa tjetër se e keni patur ju apo zoti Rama? Jo, ne e kemi goditur aq shumë sa duhet ta bënte Rama. Duhet ta bënte Kalçeto pa duhet ta bënte Rama e Dritan Lelit. Duhet ta bënte zoti Rama atë veprim që mos ta çonte në burg, i shkarkoi vetë që pse ne do e çonim për spak, do e kishim ndarë mendje që do i bënim kallëzim, jo vetëm kryetarit, por gjithë bashkisë, sepse unë me profesion jam financier ekonomist dhe nuk kam punuar një ditë shtet. Kam 25 vjet punë, asnjë ditë asnjë orë në shtet. Puna ime e parë ka qenë Këshilli Bashkiak. Por çfarë shikoj me financat e bashkisë, unë nuk do ta çoja në burg një njeri, po do të kisha vënë kështu zinxhirin gjithë bashkisë dhe do e mbyllja me kyç brenda. Të gjitha janë, sepse është një gjendje kaotike. Ashtu është gjithë shteti, nuk? Gjithë shteti, po unë flas për bashkim, për pjesën tjetër, pastaj për pjesën e strategjisë. Një tender vetëm për zinxhir, sa zinxhir na duhet për gjithë pjesën e strategjisë kur merret një iniciativë. Unë besoj që ato janë strategji që merret iniciativa, flasim në rastin e Peleshit, është strategji që duhet studiuar mirë. Strategjia studiohet mirë kur nuk i ke numrat. Dhe do bësh një strategji të studiuar që ta bësh atë efektin te qytetarët, te votuesit, ta japësh efektin, pavarësisht që ti nuk mund ta realizosh. Ne në Vlorë për shembull strategjia na ka vajtur mirë se e kemi pas të studiuar, plus që kemi qenë gjithë këshilltarët e opozitës, kemi qenë kompakt. Të gjitha jemi. Qartë. Të gjitha këto që u thanë prodhojnë një cilësi shumë të dobët të bërit politik në vend. Shumë unë do marr vetëm një shembull se dua ta them dhe nuk kam për të ndarë më tani nga sot e në vazhdim për këtë çështje, kam studiuar këto ditë me shumë vëmendje. Është miratuar një ligj për paketën e maleve. Paketa e maleve. Ke dëgjuar mëse? Patjetër 7501 i dytë. I dytë, është më i tmerrshëm. Më i thellë. Po. Pse? Tmerr. Po sepse te 7501 i parë, të paktën u ndan në mënyrë proporcionale për të gjithë. Ky është një ligj që malet e Shqipërisë do bëhen të gjitha me pronar. Do bëhen me pronar. Dhe e di si bëhen me pronar, sipas ligjit. Shkon ti dhe merr 3 burrat e fshati dhe bën një dëshmi para noterit dhe thonë që po, këtë malin këtu e ka pas ky 20 vitet e fundit. I është kujdesur ky. Ka pas dhën, ka pas atë, ka pas këtë, ha? Ose merr ca fotografi të vjetra atij që ke dal dikur duke bërë gjuetin në majtë të malit dhe vetë edhe sot kërkon malin. Jo, këtë e shtyn oligarku atë të zonës dhe ja blen pas me 1 euro. Ke pas një kopeti në mal? Ke paguar atë tarifën e kuotjes? Po, ke ato tarifat që ke paguar çdo vit. Nëse ti e ke poseduar si jo pronar për 20 vite në këtë drejtim, ligji thotë që ti mund ta marrësh e ke të drejtë lidhësh marrëveshje zhvillimi me një ndërtues të madh. Po të fut ai të thotë, shiko, na 500.000 euro ti ua se si ke bërë gjithë jetën me dele këto edhe i këtej ma jep çik gjithë të malin këtu. Po mali Skënderbeu si do ndajë, aty kanë bërë foto gjithë turistët. Shiko, nuk është shumë serioze kjo që po të them. Kjo që po të them dhe këtu ngelet, do të prodhoj një cikël konfliktesh sociale të papara në këtë republikë, sepse malet e Shqipërisë, që nuk i pushtuan dot as pushtuesit më të egër, kanë qenë bazë jetese për popullsinë tonë, sepse popullsitë tona ti shikon në breg. Nuk i ke fshatrat e Shqipërisë në Bregdet në anë të detit, siç i ke kudo në për mesde. I ke aty në mal, sepse ne kemi qenë shumë të lidhur me malin, sepse është mënyrë jetese. Çfarë? Ka ujin, ka bimët medicinale, ka drurin, ka kuotat e baktisë, ha? Të gjitha këto janë resurse sot për një pjesë shumë të madhe të popullsisë. E dini ju që qytete si Libova, qytete si Delvina, qytete si Rësheni, qytete si Erseka, Emerad, të gjitha këto jetojnë me malin, sepse shkojnë në verë dhe mbledhin bim medicinale, kanë kope, kanë bulmetin që prodhojnë emerad, madje dhe një pjesë e qyteteve të mëdha, periferitë e Tiranës,
gjatë verës zbrazen dhe shkojnë në zonat nga vinë sepse merren me këto, venë në tropojnë mbledhin boronicë për shumë. Mbledhin gështënj. Po gjithmonë më shumë kthehen në fshat. Po mor zotri se venën e kanë ekonominë ndihmëse për të përballuar jetën në një vend që nuk ka industri, nuk ka prodhim, detyrohen. Tani un po të them, do vej në çdo mal të fshatrave të këtij vendi, pronari i bër me ligjin për paketën e maleve dhe do nis konflikti shumë shpejt pas pak kohe kur të nis zbatimi i tij real në terren. Tani do merret në një mas këtu, do bëhet në një gjë, do ketë në një angazhim për të ndalur këtë vuavrasje tjetër që po vjen. Se kjo vuavrasja e parë është rëndë se këtu janë vrarë për një vijuj, tani të vritesh për një mal mbase është akoma edhe më fort. Pasojë më e madhe sepse këta njerëzit që hyjnë si investor strategjik, këta janë ata që ne kemi parë çfarë i kanë bërë Shqipërisë deri sot, çfarë i kanë bërë Bregdetit, çfarë i kanë bërë gjithë pjesës tjetër. Po në Shkodër më thanë një batut që më thanë zona jo njihet për male, po në krye të listës për projektet e paketës mali Shefiri. Po çdo zonë janë të gjashtë një bashki. Kështu që do thotë që quhet paketë male, po sepse lidhet. Edhe kodrat i kanë futur. Lidhet kush ka parat dhe kush ka interesin. E di që po ndodh në Vlorë, të jap një info. Po dhe zonat bregdetare, mo gjithë malet në Bregdet. Po të shikosh bilancin e bashkisë Vlorës, që është bilanci vit për vit, të mbledhur nga kullotat, ka një pagesë që pagojnë në bashki, edhe unë e përmend çdo mbledhje. Po të shikosh në fund buxhetit ose në analizën që bëhet të 8 mujore, unë e përmend, ai zëri atje zero. 0, as 1% që kanë paguar, është zero. Pagesa nga kullotat, nga pjesë e këtyre, është zero. Tani po ndodh që po vjen gjithë duan t'i paguajnë 10 vite bash, 5 vite bash, për të përfituar këtë pjesën tjetër për gjitha, por nuk mund ta bësh, ajo lë gjurmë. E kupton, kështu që unë besoj që ata gjithmonë po ndodh siç ndodh me AMTP-t, se ne e dimë rëndom si ndodh që ja japin AMTP-t atij personit, e nxjerr ai që do ta blej AMTP-n, ja nxjerr në emër personit që i takon, edhe i thotë do ta blej me kaq dhe bëhet gjëja, mbyllet cikli. Në këtë mënyrë. Se ne andej kështu i kemi në dialekt, nuk e di si thonë në veri, merati thoshim ne. Të gjitha malet kanë qenë nëse në fshat pronat poshtë kanë qenë të ndara, çdo familje ka pas vetën, malet kanë qenë gjithmonë pronë për bashkët e fshatit, e komunitetit. Nuk janë ndarë kurrë në asnjë lloj qeverisje, sepse konsiderohet një burim i madh ekonomik për të mbajtur jetesën e të gjithë komunitetit. Merr drut atje ai fshatit, merr ujin atje, merr bimët medicinale, ku hot baktin, veron atje lart. Janë shumë faktorë. Në veri janë gjitha bjeshket, janë me zona, kështu që mënyrat më. Por nëse ky është ndryshoi edhe slogani i Limetës ku dalja bugut, nuk është malet tona më të larta, malet tuaja më të larta, do thotë. Janë më të shqiptarëve. Po kemi prapë të nevoja që ne të kemi kryetar bashkie me autoritet të fortë, me integritet që mbrojnë interesat e komunitetit. Janë i vetmi pushtet që ne zgjedhëm në Shqipëri është kryetari i bashkisë. Dhe një kryetar bashkie me një pushteti të fortë nuk do lejonte as një kryeminist, as një ministër, as një qeveri dhe as një parlament që të merrte pronësinë e kontrollit territorit dhe t'ja kaloj një grup klientele që ne dim kush është klientela. Këto kryetarët e bashkive nuk janë tillë